Faktikisht kjo për mu nuk paraqet ndonjë lajm të veçantë për shkak se dihet mirë që në veri janë gjetë armë edhe në të kalumen, edhe kemi paralajmëruar që do të gjenden edhe ma tutje armë, sepse sasia tyre nuk ka qenë e vogël, ka qenë një sasi e madhe dhe është ende sasi e madhe, dhe them se prap do të gjenden armë të tilla. Mirë po, këto gjëra për të mos ndodhë, atëherë sigurisht që përmbyllen me një marrëveshje politike dhe jo thjesht duke shku dhe duke gjetur armë, sepse ato dihet që janë aty dhe do të gjinen edhe ma tutje. Por vetëm një marrëveshje përfundimtare në mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, atëherë do të sjellë një momentum të ri politik dhe do të shuhen ato nevojat e popullatës sërbe, po tham nevoja në thojza, që t'jenë të armatosur dhe të kenë armatime të cilat në një farë mënyre merren në institucionet legale të Serbisë dhe futen mbrana territorit të Kosovës. Këto armatime Serbia i përdor për destabilizimin e Kosovës dhe për mendimin tim në këto faza në të cilat gjendemi tani momentalisht, ky destabilizim mund të shkojë deri në nivelet e një anarkie të brendshme pa arrit në atë nivelin më lart ku mund të synohet edhe siguria regionale dhe më pastaj edhe ajo evropiane dhe tutje deri ajo botnore, për shkak se aspektet e sigurisë janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Të gjitha konfliktet sot që ndodhin në botë kudo, pothuajse kanë aktorët e prafërt të cilët i nxisin ato dhe po ashtu kemi palën tjetër e cila gjithmonë i paraprin një farë preventive që mos ndodhin eventualisht ekscese ose edhe luftra eventuale që mund të ndodhin në Bosnë, në Kosovë, po pse jo edhe në Malzi dhe Maqedoni, sepse dora e Serbisë është shtrime edhe në këto shtete që i përmenda, përveç në Kosovë. Kështu që në Kosovë duhet të jetë vigjilent gjithmonë Bashkia Ndërkombëtare, po në veçanti institucionet vendore të cilat duhet të kenë kujdes me punën e vetë që e bojnë dhe me aktivitetet që zhvillojnë, në mënyrë që mos të sjellim një momentum që do të ishte i dëmshëm për Kosovën. Gjithmonë është e nevojshme që të kemi një numër të përshtatshëm të pjesëtarëve të policisë së Kosovës me personel dhe pajisje të gatshëm për intervenime të tilla. Edhe KFOR-i gjithashtu, por gjithmonë preventiva më e mirë është politika. Varësisht se çfarë politike kemi në vend, e tillë do të jetë edhe gjendja dhe situata e sigurisë. Një politikë sa më efikase, nevojat për mbrojtje dhe siguri janë më të vogla. Por aspektet preventive janë gjithmonë aktuale, ato duhet të jenë prezente në vazhdimsi në detyrat e përditshme të policisë së Kosovës, të KFOR-it, po edhe institucioneve tjera inteligjente të Kosovës.